Bashkia e Tiranës ka lajmëruar sot nismën Tirana pa makina. Ka qenë vetë kryetari i Bashkisë së Tiranës zoti Erion Velia ai që ka promovuar i pari këtë nismë, i cili ka përdorur sot biçikletën në vend të makinës së vet për sensibilizimin e qytetarëve që të përdorin sa më pak makinën e tyre në jetën e përditshme. Bashkia e Kryeqytetit ka lajmëruar sot nismën Tirana pa makina. Ka qenë vetë kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia ai që ka promovuar i pari këtë nismë dhe ka përdorur sot biçikletën në vend të makinës për të sensibilizuar qytetarët që të përdorin sa më pak makinën e tyre në jetën e përditshme, për t'i dhënë qytetarit mundësinë për një jetë të shëndetshme. Sheshi do të bllokohet në të gjitha hyrjet kryesore të tij, pra ku është gjurma e Unazës vogël, i ftoj të gjithë qytetarët që të kenë një javë kohë ta planifikojnë. Pra vendimin se ku do e marrin kthesën mos ta lënë për tek Skënderbeu, ta bëjnë vetëm një blok më përpara ose në Unaz, edhe zyrtarët do vinë në Këmbë në datën 22 ose do marrin autobusin si shumica e qytetarëve të këtij qyteti që çdo ditë merr autobusin, shkon në Këmbë apo me biçikletë. Ai ka bërtoditur se nisma në fjalë do të shtrihet në një javë dhe përgjatë këtyre ditëve bashkia dhe organizatat e ambientaliste do të zhvillojnë një sër aktivitetesh që kanë për qëllim të nxisin qytetarët që të përdorin mjetet ekologjike për të lëvizur në Tiranë. Çdo qindark që paguhet në parkimet e bashkisë do të shkojë për të investuar në korsit e biçikletave dhe në hapësirat pedonale. Mëteja i ka sqaruar se ndërmarrja e kësaj nisme bëhet e domosdoshme për shkak të ndikimit negativ që ka në jetën e qytetarëve lëvizja me makina. Gjithashtu ai ka bërtoditur se gjatë ditës së sotme në Bashkinë e Tiranës është vendosur një stacion biçikletash, ndërsa ka urdhëruar zyrtarët e bashkisë që të përdorin më shumë biçikletat.